Nesër këtu jemi në kantierin e shëndetores Taulantja, i cili ka filluar disa muaj më parë, dhe ne kemi ecur me punën përgjatë gjithë gjatësisë, pra janë duke realizuar themelet e shëndetores le themi, ku do të vendosen dhe elementët vertikal. Dhe këtu kemi, siç e shikon, një element i cili do të filloj aplikimin dhe vendosjen pasi të arrihet marka e betonit në pjesën e themeleve. Gjatësia e gjithë objektit është rreth 215 metra dhe kjo do të jetë si një element pjezus dhe dekorativ përgjatë shëndetores. Normalisht u hoqën gjithë pjesët e stolave, të cilat ishin amortizuar goxha. Dhe këtu jemi duke punuar me pjesën e shtrimit të bazamentit dhe vendosjes së elementeve. Është zgjeruar pak, po. Gjithashtu është vendosur dhe pjesa e barrierës, pra mbushja me gur, e cila do të shërbej përveç profilit që ka vetë elementi dhe dallkthysit, është vendosur elementi i gurve, i cili do të shërbej edhe për të pasur, për të amortizuar fuqinë e dallëve kryesisht gjatë sezonit të dimrit dhe të rreshjeve. Projekti përfshin gjithashtu, përveç se vendosjes pergolatës, përfshin edhe sistemimin e gjithë territorit që nga lokalet që ndodhen shëndetore, sistemimin e urave të bardha dhe elementët e ndriçimit, elementet e stolave dhe pjesën e gjelbrimit në një sasi të kufizuar, sepse edhe distanca është relativisht e vogël le të themi. Kjo është një zonë që ka një frekuentim shumë të lartë gjatë verës. Për arsye të amortizimit ne bëm këtë ndërhyrje normalisht dhe shtrihet nga pista deri tek Sfinksi, ka një fluks të madh të lëvizjes, siç e thash, dhe në këtë zonë kryesisht jepen shërbimet e restoracionit, pra kanë bare dhe restorante, të cilat japin shumë shërbim gjatë sezonit turistik dhe jo vetëm, sepse edhe gjatë dimrit është një zonë me frekuentim të lartë. Gjithashtu, kjo kontratë është e lidhur nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimit, dhe bashkë me këtë kemi dhe investimin në hyrjen e Durrësit, ku do të bëhet rehabilitimi plot i hyrjes në aspektin e elementeve, pra vendosjen e pistës së biçikletave, rehabilitimin e asfaltit, ndriçimin, gjelbrimin, por një element shumë i rëndësishëm është edhe lidhja e kanalit urave të larta nga Shkozeti dhe plazhi drejt urës Dajlanit, situatës së përmbytjeve që patëm. Kemi biseduar me kompaninë edhe me Fondin Shqiptar Zhvillimit për të bërë të mundur që të hapet e plot dhe tombino të vendoset e re në mënyrë që të parashikojë dhe fluksin e lartë të ujrave që arritën në maksimum në rastin e rreshjeve të javës që kaloi. Vinë shumë për uje të plastikës nga ujrat e fryrë dhe ato krijojnë një situatë si ajo atje që është pa mundur të përballohet nga asnjë lloj kanali, kështu duhet me bë paralelisht. Kur e ka fatin për të ndërtuar, besoj para sezonit, kjo dhe kërvepër. Po kështu po shtrimi në vazhdim me njëtën vak? Shtrimi është po me të njëjtën ngjyrë që janë bërë elementet dhe do të hiqet dhe shtrimi ekzistues, do të shtrohet me një pllak me një dimension pak më të vogël që të jetë unifikuar gjatë gjithë gjerësisë shëndetores. Është edhe çanta që zgjerimi, që dhe zgjidhja që gjendur me element pafabrikate për zgjerimin, siç e pamundur të bëhesh në vende të lehtë. Dhe kjo ka krijuar edhe këtë një lloj ngadalësie, sepse gjithë elementet janë pafabrikuar. Vetëm për atë elementin janë bërë disa prova që sigurohet qoftë shëndetshmëria nga pikpamja konstruktive, por edhe pjesa estetike. Por tani që janë zgjidhur gjithë elementet bashkë me arkitektin. Tani kjo deri më e mbyllur, ëh? Kjo është super se kjo krijon një bulevard të ri edhe shumë cilësor, se me atë këtu kemi disa imazhe. Me atë që ishte kështu krijohet dhe hije, Po, një pjesë e këtyre, ja këtu dallohet pak më mirë, është mbuluar sipër, pra ka Jezus, ka disa elementë cilët janë të hapur, poshtë do të jetë e mobiluar me stola, pra që njerëzit mund që ndrojnë qoftë para dite apo pas dite.
dhe do të ketë disa elementë të gjelbërimit, të cilët nuk janë vendosur, por dhe ndriçimin e gjithë pergolata do të jetë ndriçuar dhe lart, pra me një ndriçim të fshehtë. Po. Super.